Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër arrestuan shtetasin MF 25 vjeç banues në Shkodër, pasi është konfliktuar me vëllain e tij shtetasin KF 31 vjeç banues në Shkodër. Si pasojë e konfliktit është dëmtuar lehtë shtetasi KF. Gjithashtu specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin TJ 45 vjeç pasi ka kryer punime ndërtimi pa leje. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin CB 27 vjeç me shtetësi tajlandeze dhe MA 32 vjeç me shtetësi afgane për veprën penale, falsifikime kompjuterike dhe mashtrime kompjuterike. Pasi këto dy shtetas dyshohet se kanë hapur disa llogari false në Google duke futur të dhëna të rreme, sikur ushtronin aktivitet universitar dhe trajtime për të huajt në Shqipëri, duke mashtruar shtetas të huaj me aplikime false, ku ata paguanin shuma të ndryshme për të përfituar viza shqiptare. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin GG 34 vjeç banues në Shkodër, pasi duke drejtuar automjetin e tij ka aksidentuar dhe është larguar nga vendi i aksidentit një të mitur 11 vjeçar, i cili pasi mori mjekimin në spital u largua në banesë jashtë rrezikut për jetën. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Malësie e Madhe referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin MM 49 vjeç banues në fshatin Dobër dhe BH 65 vjeç banues në Koplik. Pasi këto dy shtetas janë konfliktuar me njëri tjetrin për motive të dobta. Gjatë konfliktit dyshohet se shtetasi MM është përplasur me grilon e portës së dyqanit ku ka mbetur i dëmtuar lehtë, pavarësisht se ai pretendon se është goditur nga shtetasi BH. Materialet proceduriale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.